Rajoni Ilirikumit të Lasht, i cili korespondon me Shqipërinë e sotme dhe territoret fqinje, përbën një pikë kyçe në historinë e krishtërimit që nga koha apostolike. Via Egnatia, rruga e madhe perandorike, që lidhte Romën me Konstantinopolën përmes Durrësit dhe Selanikut, përcaktoi rëndësinë strategjike të rajonit. Durrësi, si porta drejt rrugës së madhe toksore, funksionoi si pika thelbësore e kontaktit midis lindjes dhe perëndimit. Krishtërimi ka fillimet e tij në këto territore qysh në mesin e shekullit parë. Në letrën drejtuar romanëve, Shën Pavli shkruan: me fuqi shenjash e çudish, me fuqi të frymës së Perëndis, kaq sa që nga Jerusalemi e përqark e deri në Ilirik e ka mbushur me ungjillin e Krishtit. Në Romanët 15:19. Prania e një peshkopi të Durrësit, Qesari, një nga të 70 apostujt, i vendosur sipas traditës së kishës nga Shën Pavli në vitin 58 mbas Krishtit, dhe një peshkopi tjetër martir, Shënasti, në vitin 98, dëshmon për praninë e hershme të krishterë në rajonin tonë. Gjithashtu, pjesëmarrja e peshkopit të Pulkeriopolisit, Beratit, në sinodin e parë ekumenik të Nikes, tregon që tashmë krishtërimi ishte mjaft i organizuar. Kjo pozitë gjeografike i dha Ilirikut një rol unik, të funksiononte si një hapësirë sinteze dhe transmetimit të qytetërimit bizantin, duke ruajtur njëkohësisht karakteristikat e veçanta lokale. Rajoni dha Bizantit perandor të rëndësishëm, si Konstantini i Madh nga Nishi, Anastasi i parë nga Durrësi dhe Justiniani nga Dardania, të cilët formësuan identitetin e perandorisë së krishterë. Kjo kumtesë shqyrton se si kisha në hapësirën shqiptare funksionoi si një ure gjallë që lidhi periudhën paleokristiane me atë bizantine. Dhe ruajti këtë vazhdimsi deri më sot, pavarësisht përmbysjeve dramatike historike. Kalimi nga Iliriku romak në atë bizantin u krye gradualisht midis shekujve 4 dhe 6. Justiniani, me origjinë nga Tauresium i Dardanis, ndërmori një përpjekje gjigande për ndërtimin e rajonit, siç dëshmon Prokopi në veprën e tij mbi ndërtimet. Antipatrea u riemërua Pulkeriopolis për nder të motrës së Theodosit të dytë, duke pasqyruar praktikën bizantine të kristianizimit të toponimeve. Dëshmitë arkeologjike nga kjo periudhë përfshin një kishë trikongshe të shekullit të 8 në Tivar dhe bazilika paleokristiane në Butrin të Durrës, kodiku i purpurt i Beratit, i datuar në shekullin e 6, përbën një nga 3 arketipet më të vjetër të dhjatës së re, në mbar botën dhe lidhet me shkollën siro-palestineze. Prania e tij në Berat tregon përfshirjen e rajonit në rryma të mëdha shpirtërore të kohës. Zbulimi i neomave, shenjave muzikore në kodik, të cilat ndoshta janë bashkohore me tekstin, mund të rishikojnë datimin e shenjave muzikore bizantine. Kjo periudhë e hershme hodhi themelet për ulëzimin e mëvonshëm të qytetërimit bizantin në rajon, duke krijuar një rrjet qendrash kishtare që do të ruanin traditën e krishterë për shekuj me radhë. Transferimi i Ilirikut nga juridiksioni i Romës në patriarkanin e Konstantinopolës në vitet 732-733, nga perandori ikonoklast Leoni III i Sauri, përbën një moment vendimtar për historinë kishtare të rajonit. Ky ndryshim administrativ përkoi me periudhën e pushtimeve slave që kishin vërshuar Ballkanin që në fillim të shekullit të 7. Siç vëren Ostrogorski, fluksi i kolorizimit slav ishte derdhur si një rrëkeje e papërmbajtshme në të gjithë gadishullin ballkanik, me pasojë që qytetet e lashta të brendësisë u shkatërruan dhe vetëm pak qytete bregdetare mbijetuan. Durrësi mbeti një nga fortesat e pakta bizantine që i rezistoi përmbytjes slave, duke ruajtur vazhdimsinë e jetës organizuar kishtare. Transferimi në Konstantinopolë siguroi mbijetesën e tipit liturgjik grek dhe të traditës bizantine në rajon. Sipas Theofanit, përfaqësuesit e kishës romake zhduken nga listat për një shekull e gjysmë, duke u rishfaqur vetëm në periudhën ikonoklaste. Ky ndryshim jo vetëm që riorientoi rajonin nga perëndimi latin drejt lindjes greke, po krijoi gjithashtu kushtet për integrimin e tij të thellë në ciklin kulturor bizantin,
i cili do të zgjaste deri në pushtimin osman dhe përtej tij. Organizimi kishtar i Shqipërisë mesjetare pasqyron historinë komplekse politike të rajonit. Mitropolia e Durrësit, pavarësisht rënies së saj të përkohshme në vendin e 42 në listën e përparësisë në fillim të shekullit 10, rrimer rëndësinë e saj në fillim të shekullit 11, ku në varësi të saj kalojnë 15 peshkopata. Midis tyre përfshihen Stefaniana, pranë Vlorës, Kunavia, Kruja, Lezhë, Dioklea, Shkodra, Drishti, Vlora, Tivari, Cerniku dhe Pulkeriopolis, Berati. Kjo ngritje në detyrë lidhet me nevojën e krijimit të qendre të fortë kishtare në perëndim të shtetit të Samuelit. Themelimi i kryepeshkopatës së Qefalit të Orit nga Vasili II rreth vitit 1020 krijoi tensione jurisdiksionale, pasi shumë peshkopata të territorit shqiptar si Glavenica, Cerniku dhe Himara u transferuan në Ohër. Sigjili i dytë i Vasilit urdhëron në mënyrë eksplicite mitropolitën e Durrësit të respektojë vendimin e të mos cënoj peshkopatat që i përkasin kryepeshkopit të Bullgarisë. Berati, i njohur si Beligrad në burimet slave, ruajti rëndësinë e tij si qendër kishtare. Sipas studimeve më të reja, Ohri e mori ndriçimin jo nga Beogradi serb, po nga Beligradi shqiptar, Berati. Ky rrjet peshkopatash përbën shtyllën kurrizore të organizimit kishtar bizantin, që do të bjentonte e do të përshtatet me kushtet e ndryshueshme politike. Tradita murgjërore në Shqipëri luajti një rol vendimtar në ruajtjen dhe transmetimin e qytetërimit bizantin. Në vitin 1399, igumeni Daniel i manastirit të Shën Nikollës në perëndi të Beratit, nga frika e turqëve, braktisi manastirin duke marrë me vete të gjithë kodikët e vjetër dhe objektet e çmuara kishtare. Kodikët që ai shpëtoi datojnë nga shekulli 10 dhe në të 14, duke dëshmuar ekzistencën e një skriptoriumi aktiv. Shqipëria disponon sot më shumë se 100 kodik në arkivin qendror shtetëror, të cilët mbulojnë 13 shekuj. Midis tyre dallohen kodiku i Beratit, i shkruar nga Mihail Slavopuli, i cili është një irmologion i bazuar në sistemin oktoik, dhe kodiku i Përmetit, një stihararion i shkruar në pergamen. Berati u shfaqsi një qendër e artit të shkrimit me shkolla të vërteta kaligrafie, ku nxënësit mësonin artin e kopimit të teksteve të shenjta. Shkollat e ngjashme funksionuan në Vlorë, shekulli 10, Drinopoj, Gjirokastër, Korç, Shkodër dhe Durrës. Kjo traditë e pasur dërshkrimesh, jo vetëm që shpëtoi tekste me rëndësi botërore, po gjithashtu ruajti kujtesën kolektive të dinastive lokale të muzakajve, topijave, arianitëve dhe të tjerëve që financuan prodhimin e tyre. Arti bizantin në Shqipëri shpreh vizionin teologjik të Bizantit, ku arti pushoi si qenë vetëm kënaqësi estetike dhe u bë një mjet i fuqishëm fetar që e ngrinte besimtarin nga bota reale në atë qiellore. Stili që karakterizon artin bizantin ka të bëjë kryesisht me shprehjen fetare, ose e thon ndryshe, me përkthimin e teologjisë së kishës në mjete artistike, qofshin ato muzikore, arkitekturore, ikonografike e tjerë. Qëllimi i këtij arti ishte të shprehte misterin e besimit. Prandaj ky art është i mbushur me një simbolizëm shpirtëror kaq të pasur dhe të thellë. Monumentet më të hershme epigrafike përfshin kishën e lindjes së Hylincës në Labovën e Kryqit, me mbëshkrime të viteve 525 dhe 551. Kishën e Peshkopinë e Sipërme, me mbëshkrim të vitit 619, dhe kishën e shenjtorëve Sergji e Baku në Himar me datim 786. Shekulli 11 dëshmohet nga kisha e Thjetjes së Lubonjës së Kolonjës, ndërsa shekulli 12 nga Shën Dimitri në Podgozhan të Mokrës. I një rëndësie të veçantë është epitafi Glavenicës, i qëndisur me fije nga despoti Gjergj Arianiti. Kisha e Shën Thanasit në Kostur, e ndërtuar me mundim dhe dhimbje nga këtitorët Stoja dhe Theodori III Muzaka, përfshin një afres të Shën Gjergjit me veshje perandorake të zbukuruara me shqiponja dykrenore. Estetika bizantine, me sfondin e artë që zëvendëson hapësirën reale tridimensionale dhe perspektivën e përmbysur
që tërheq besimtarin drejt hynores, krijoi vepra që funksiononin si dritare drejt përjetësisë. Kjo traditë artistike vazhdoi edhe në periudhën pas bizantine, me piktorë të rëndësishëm si Onufri i Beratit, i cili kombinoi stilin bizantin me ndikime nga shkolla kretano-veneciane. Shënjan Kukuzeli, i lindur në Durrës, rreth vitet 1270, përbën figurën kulmore të muzikës bizantine dhe simbolin e kontributit kulturor të Shqipërisë në botën bizantine. Jetim nga Jati, ai u dërgua në shkollën perandorake të Konstantinopolës, ku shkëlqeu duke fituar favorin e perandorit. Pavarësisht perspektivës për një karrierë të shkëlqyer, laike dhe martesë me një vajzë të oborrit, ai zgjodhi monakizmin në lavrën e madhe të Malit të Shenjtë. Melurgu i madh Manuel Krisafi e karakterizon atë si të bekuarin, më të mrekullueshmin, më të ëmblin, mësuesin e vërtet, mësuesin e mësuesve. Kukuzeli konsiderohet si reformatori i praktikës skalofonike të psaljes dhe themeluesi i artit i quajtur papadhihi. Dorëshkrimet që i atribojnë atij përfshin kodikun 1256 të Sinait, kodikun 121 të Leningradit dhe kodikun 457 të manastirit të Kutlumusit. Tradita e lidh atë në mënyrë të pandashme me vendlindjen e tij. Shkolla artistike Durrësit mban emrin e tij. Fakti që të gjitha veprat e tij janë shkruar në greqisht dhe se ai zgjodhi lavrën e madhe në vend të ndonjë manastiri serb apo bullgar, tregon identitetin e tij në traditën bizantine, në të cilin merrin pjesë edhe arbërorët. Kisha e nderon atë me një tetor së bashku me Shën Roman Melodin, duke njohur kontributin e tij në formësimin e muzikës shqiptare që dëgjohet deri më sot në kishat ortodokse. Dinastit mesjetare shqiptare luajtën një rol vendimtar në mbështetjen e kishës dhe ruajtjen e traditës bizantine. Muzakajt, me origjinë nga zona malore e Oparit, lanë gjurmë të shumta të besimit të tyre përmes ngritjes së kishave. Në vitet 1383-84, ata financuan kishën e Shën Thanasit në Kostur, ndërsa kisha e Trenisë së Shenjtë në Lavdar u rinovua në vitin 1470 nga zonja Kirane, gjyshja e kronistit Gjin Muzaka. Karl Topia ndërtoi katholikonin e manastirit të Shën Jan Vladimirit pranë Elbasanit në vitin 1381, në vitin e 22 të sundimit të tij. Arianitët kishin prejardhë dhe perandorake nga komnenët. I pari i gjeneratës quhej Komnen Arianiti. I famshëm i gjegjë Arianiti Komneni, i cili u bë aleat me Skënderbeun, krijoi epitafin e famshëm të Glavenicës. Familja Balshaj financoi gjithashtu vepra të rëndësishme. Balshaj II ra në betejën e Savrës 1385, duke shkaktuar panik që çoi narratisin igumenit Daniel nga Perandia. Këto familje nuk ishin thjesht donator, por pjesëmarrës aktiv në jetën kishtare. Një kontesh me mbiemrin Skuripeki në vitin 1356 shpëtoi dëshkrimet e kishës nga plaçkitjet e ushtrisë së Car Uroshit. Marrëdhëniet e kastriotëve me ortodoksin konfirmojnë nga jeta e Shënifonit, ku Skënderbeu priti murgjit dhe bën Zaharin atin e tij shpirtëror. Historiani i dëgjuar grek, apostol Vakalopoulos, në librin e tij shumë të dëgjuar, Historia e Maqedonisë, 1354-1833, sjell një dëshmi të vyer për historinë tonë. Në fund të shekullit 15, rreth vitit 1480, pelegrini rus Murgu Isaia përshkruan manastiret e Malit të Shenjtë Athos dhe jetën dhe punën e murjve që banojnë në to. Ai shkruan se pothuajse gjysma e manastireve janë slave dhe shqiptare. Si shqiptare, ai ne tregon manastiret e Karakalut dhe Filotheut. Kjo dëshmi e rëndësishme tregon qartë se prania e shqiptarëve në historinë e Malit të Shenjtë, që ishte qendra më e rëndësishme e besimit ortodoks, ishte e barabartë në popujt e tjerë të Ballkanit. Rënja e Konstantinopolës në vitin 1453 dhe pushtimi gradual osman i trojeve shqiptare nuk e ndërpren vazhdimsinë kishtare. Siç vjet re, gjatë periudhës osmane, valë të përsëritura islamizimesh, të cilat arritën kulmin në shekullin e 16 dhe 17 e dobësuan kishën. Arsye kryesore të islamizimit ishin të shumta: keqtrajtimi, diskriminimi, sistemi i rënd fiskal, si dhe dëshira për të pasur përfitime.
por nuk përshtojnë edhe arsye të tjera personale apo kolektive, si edhe karakteri dhe psikologjia e shqiptarëve. Një shkak tjetër i rëndësishëm ka qenë dhe shkatërrimi i madh i kulturës së krishterë, që u bë gjatë luftrave shqiptaro-turke në shekujt 15-16, në të cilat u shkatërruan kishat e manastirit, bibliotekat dhe kronikat, që do të ishin mjaft të vlefshme, jo vetëm për studimet e sotme historike, por edhe për ruajtjen e ndërgjegjësies historike të shqiptarëve. Vendi mbeti pothuajse pa klerik, dhe ata që mbetën shpesh ishin pa kualifikuar. Një pjesë e madhe e popullsisë kthehej vetëm për shkak të disa grindjeve me klerin. Megjithatë, kisha ruajt institucionet dhe jetën e saj shpirtërore. Voskopoji u shfaq në shekullin e 18 si një qendër e madhe kulturore me akademinë e re dhe shtyp shkronjën e themeluar rreth vitit 1730 me mbështetjen e manastirit të Shënaumit të Ahorit. Aty u shtypën vepra teologjike dhe edukative që u përdorën në gjithë Ballkanin. Grigori i Voskopojës, i cili më vonë u bë mitropolit i Durrësit, përktheu shkrimin e shenjtë dhe shpiku një alfabet për shqipen. Shën Kozmai i Tolis bëri udhëtime të gjata në Shqipëri, duke rigjallëruar besimin dhe duke u martirizuar në Këllkondas. Në martirë si Jakovi, nga një fshat rreth Ostrovicës, u martirizua në vitin 1519, Nikodhimi nga Vithkuqi, Kristo Kopshtari nga Premeti, Nikita Spataraku, Joani nga Konica, si dhe shumë të tjerë dëshmuan gjallërinë e besimit. Esnafet e Voskopojës e qyteteve të tjera financuan ndërtimin dhe dekorimin e kishave, siç është Katholikoni i Ardenicës, i pikturuar nga Konstantin dhe Athanas Zografi. Rrugtimi historik i kishës në hapësirat shqiptare nga epoka paleokristiane deri më sot zbulon një vazhdimsi të shquar që i ka përcen përmbysjet politike. Që nga peshkopët që morën pjesë në sinodet ekumenike, deri te kodiku i Purti Beratit, nga Jan Kokuzeli deri tek neomartirët e periudhës osmane, kisha funksionoi si barce e kulturës dhe identitetit. Trashëgimia bizantine u ruajt jo si një fosil, por një traditë e gjallë që u përshtat me kushtet e reja. Më shumë se 150 manastire dhe kisha që u restauruan pas vitit 1991 nën përkujdesin e kryepeshkopit Anastas dëshmojnë për këtë vazhdimsi. Kishat ortodokse dhe qofale e Shqipërisë bashkëkohore e njohur në vitin 1937 dhe rigjallëruar pas periudhës komuniste, vazhdon të funksionojë si një urë midis të kaluarës dhe së tashmes. Kori që mban emrin e Shën Jan Kukuzelit simbolizon këtë lidhje të gjallë. Tradita muzikore bizantine, që karakterizohet nga isoja dhe linjat polifonike, konsiderohet se ka ndikuar madje edhe në muzikën tradicionale polifonike të Shqipërisë së Jugut, ose siç disa të tjerë mendojnë të kundërtën. Kështu kisha në Shqipëri nuk përbën thjesht një kujtesë historike, por një organizëm të gjallë që vazhdon të lidh besimtarët me traditën mijëvjeçare të Bizantit, duke dëshmuar se qytetërimi i ka përcen kufit politik dhe mbjeton përmes besimit dhe përshtatjes krijuese ndaj sfidave historike. Ju faleminderit.